اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Falënderimi takon Allahu subhanahu wa taala, mëshira e Allahut qoftë me pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. Në vazhdim, autori përmend kapitulli mbi temën asaj që na ka lajmëruar Allahu subhanahu wa taala në librin e tij, se Allahu subhanahu wa taala u ka vullos zemrat disa njerëzve. Edhe ata nuk kanë mundësi me udhëzu, as nuk kanë mundësi me gjetë të vërtetën. Ata edhe nëse e ndëgjojnë të vërtetën nuk e kuptojnë, edhe nëse e shohin të vërtetën nuk e njohin, për shkak se Allahu subhanahu wa taala u ka vullos zemrat e tyre. Dhe çështja është e vështirë, çështja është me rrezik të madh, nga se Allahu subhanahu wa taala u vullos zemrat disa njerëzve dhe nuk u mundson udhëzimin, nuk u lejon me gjetë rrugën e drejtë, dhe kjo jo për shkak se Allahu subhanahu wa taala aty ja ka inati, as jo për shkakun se Allahu subhanahu wa taala nuk e don udhëzimin e tyre, as jo për shkakun se Allahu subhanahu wa taala është duke ju bërë atyre pa drejtësi, por se çdo gjë e keqe që na ndodh neve duhet më u kthy me pa na çka kemi bën. Për shkak se Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an: "Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik." Çdo e keqe që të ndodh, ose çdo e keqe që na ndodh neve në jetë, fajet i kem napse na ka ndodhur ajo keqe. Çdo e keqe që na ndodh në jetë, ne jemi fajtor pse na ka ndodhur që ajo e keqe. Dhe e keqja më e madhe është mos me gjetë rrugën e drejtë, sikurse kur kemi përmendur më herët në shpjegimin e fjalës së Allahu subhanahu wa taala: "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha", nëse i numroni të mirat e Allahut nuk keni me mujt me numrue çaq të shumta, dhe e mira më e madhe që na ka dhënë neve Allah është Islami. Automatikisht e keqja më e madhe që i ndodh njerit është mos më kon musliman. Nëse edhe ajo është e vërtetë, më begatia e madhe që na ka dhënë Allah subhanahu wa taala është Islami, që na ka bërë musliman, të nënshtruar vetëm ndaj Allah subhanahu wa taala, me përcjell fjalën e Allah dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kundërta më njëherë fatkeqësia më e madhe, keqja më e madhe është më na ndodh, ose kujto që i ndodh që nuk është i nënshtruar ndaj Allah subhanahu wa taala. Dhe çdo fatkeqësi tjetër pastaj, çdo e keqje tjetër më poshtë se kjo, vjen për shkak se rezultat i punëve tona të këqija, si rezultati gabimeve tona, dhe kjo u ka ndodhur edhe shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në betejën e Uhudit, sikur që e dinë të gjithë muslimanët, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një pjesë e tyre nuk e kanë marrë atë që i pat urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk e kanë marrë pikën e caktuar, pasi që i ka këshilluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj janë tërheq. Pastaj kanë ardhur mushrikin, e kanë sulmuar ushtrinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam,
dhe i kanë mbyt ata që i kanë mbyt dhe kanë ndodhur dhe që i kanë ndodhur muslimanëve, sahabëve. Pastaj në fund sahabët pasi që kanë ndodhur ajo kanë thonë dikush prej tyre në bisedë mes vete, ç'është na ndodhi? Ç'është na ndodhi? Allah subhanahu wa taala sjell ajetin, thotë ju ndodhi për shkak se ju i keni fajet. Shok pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pjesë e madhe prej tyre dhe pjesëtar të Bedrit, musliman ditëve të para që i kanë ndihmuar dhe kanë besuar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për shkak mos respektimit të një urdhit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, e kanë mësuar me humbje jetët shumë sahabëve të tjerë. Dhe ata të cilët janë vrarë prej sahabëve në Uhud janë prej sahabëve të nalt. Nuk janë vetëm dikush prej sahabëve, po elita pastaj e sahabëve. Pse kjo? Se keni bërë diçka ju. Keni bërë një gabim. Nuk e keni respektu fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe shihni tash, ose ta shohim tash gjithsesi prej neve, sa prej urdhrave të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ne nuk i praktikojmë. Pejgamberi sa thotë bëni kështu, na bëjmë ndryshe. Ose nuk e bëjmë çka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe krahasone në me shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, krahasone shokët e pejgamberit sa në çfarë pozite ishin, pjesëtar të Uhudit. Ata që i vendosën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në vende të caktuara për shkak të njëlshimit të tyre, u ka ndodhur ajo që u ka ndodhur. Po për shkak të lëshimeve tona, veç se Allah subhanahu wa taala është shumë i mëshirshëm. Wa ya'fu an kathir. Ka sjell një ajet Allah subhanahu wa taala, Allahu ja fal për shumë gjona, nuk ja kthen. Nuk ja kthen me godit e keqja për shkak të këqijave që i keni bërë. Për ndryshe, më na e kthye Allahu subhanahu wa taala, mos më na mëshirue, asnjë prej njerëzve nuk kish pas mundësi me ecë sipërfaqe të tokës për shkak të gabimeve ose mos respektimeve të fjalës së Allahut e fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është në përgjithësi, në veçanti ajo që është më e rëndë, edhe ajo që është më e rëndësishme, është mos me ta mundësu Allahu subhanahu wa taala me pa të vërtetën. Mos me lexue librin e Allahu subhanahu wa taala, me studiue librin e Allahu subhanahu wa taala, me studiue hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe me kon njëri me një uri të larta, por i devijuar. Jo në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shkaqet, pse vin shkaqet? Pse ndodh kjo? A i ka shkaqet e veta? I ka sigurisht. Ku i ka shkaqet? I ka të gjithë secili person veç e veç. Dhe si shoqëri e muslimanëve në përgjithësi. Ajo që na godet neve në mënyrë personale është për shkak të gabimeve tona personale. Ajo që na godet neve si shoqëri, si ummet, ose si popull, janë për shkak të gabimeve të përgjithshme të asaj shoqërie, atij populli ose atij ummeti. Pse më kon gjendja e muslimanëve e vështirë më në vend? Kush i ka fajet Allah? Jo, si ka fajet Allah. Duhet më kthye muslimanët me këshyr fajet e veta. Me këshyr gabimet e veta dhe ku nuk kanë shku sipas asaj që ka urdhëruar Allahu dhe ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për shkak se Allahu subhanahu wa taala ndihmën e vet u jep vetëm atyre të cilët e meritojnë ndihmën e Allahut. Thot Allahu subhanahu wa taala, innal ladhina kafaru, sa përket atyre të cilët nuk kanë besuar, sawaun alehim, është njëjtë, e anzartahum am lam tunzirhum, i këshillove ata, u asjellë atyre argumentet, ose nuk u asjellë atyre argumentet, la yu'minun, ata nuk besojnë. Pse nuk besojnë? Khatamallahu ala qulubihim, për shkak se Allahu subhanahu wa taala ja ka mvulos u ka mbyll zemrat e tyre. Po ja kemi kallëzuar jetën. Ja kemi kallëzuar jetën, pa i zemrën e ka të vulosur. Ja kemi ngrit argumentin, ja kemi pru hadithet për javën sa me kemi pru këtë, të gjitha. O ata dhe me po e me takue vetë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam për seri nuk i besojnë.
Se nuk është çështja që atyre nuk i ka arrit argumenti, por është problemi se atyre Allah subhanahu wa taala u ka ulos zemrat e tyre. Khatamallahu ala qulubihim, Allahu ka ulos zemrat e tyre, wa ala sam'ihim, edhe të dëgjuarit e tyre, wa ala absarihim, edhe të shikuarit e tyre, ghishawa, kanë pengesa, kanë perde, wa lahum adhabun adhim, për ata ka me pas dënim të dhimbshëm. Shtrohet pyetja, nëse njeriu syt i ka me perde, nuk e shet vërtetën, edhe mos me pa të vërtetën, nuk është ja mundsu Allahu. Vesht i ka me pengesë, nuk e ndëgjon të vërtetën, edhe nëse nuk e ndëgjon, është për shkakun se Allahu sot ja mundsu me ndëgju. Edhe në zemër nuk depërton imani për shkak se Allahu nuk është të dashur me depërtu imanin në zemrat e tyre, atëherë pse mund dënuo ky njeri por një diçka që Allahu subhanahu wa taala nuk ja ka mundsu. Dhe çështja nuk është e Allahu, po çështja është e personi. Duhet me pyet, pse këtij personi Allahu subhanahu wa taala ka vullos zemrën? Pse këtij personi Allahu subhanahu wa taala i ka qitë në vesh pengesë e nin të vërtetën edhe nuk është në gjendje me pasu? Pse të sytë e tina Allahu ka bo pengesë e shet vërtetën edhe nuk e pasën? Dhe fjallën e Allah subhanahu wa taala në këta jetë të shpjegon hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith në vërtet tha, njeriu kur e bën një gjuna, në zemrën e tij vendoset një pikë e zezë. Nëse pendohet prej atij gjunau, pika e zezë i heket. Nëse nuk pendohet prej atij gjunau, pika e zezë mbetet dhe rritet. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e bën edhe një gjuna tjetër, i vendoset edhe një pikë tjetër. E bën edhe një gjuna tjetër, i vendoset edhe një pikë tjetër, e bën një gjuna tjetër, e vendoset një pikë tjetër, derisa thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, zemra e tij i bëhet e zezë. Pse u ka bë zemra e zezë? Për shkak se ky i ka bë gjunat vullnetarisht me dëshirën e vet. Pastaj kur ka bë zemra e zezë, thot Allahu subhanahu wa taala, khatamallahu ala qulubihim, Allahu ja ka vullos zemrën. Nuk është Allahu fajtori pse ja ka vullos zemrën, po fajtori është ky për shkak se ky ka bë mëkatet për me, ju vullos për me mbyll zemra atij mos me pa rrugën e drejtë, mos me pa sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu subhanahu wa taala, bel taba Allahu alaiha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Mëkatet në përgjithësi bëhen pengesë për mos me e gjetë rrugën e drejtë. Pastaj Allahu subhanahu wa taala në jetët në vazhdim përmend mëkat për mëkat, gjithë secili prej tyre për garancia më të mëdhajt edhe më të rrezikshme, pse këtyre njerëzve Allahu subhanahu wa taala ka vullos zemrën. Bel thabe Allahu alejha bi kufrihim, Allahu ka vullos zemrat e tyre për shkak të kufrit të këtyre. Këta kanë bërë kufrin ere, pastaj Allahu subhanahu wa taala ja ka vullos zemrat. Këta kanë bërë mëkatin, pastaj e kanë marrë përgjigje prej Allahu subhanahu wa taala. Dhe me të ardhur përgjigja prej Allahu subhanahu wa taala në fatkeqësi trupore, ose në fatkeqësi në familje, ose në fatkeqësi në pasuri, është shumë më e mirë dhe më e lehtë se sa me ta kthye Allahu përgjigjen për shkak të mëkateve tua në fe. Për shembull, në një transmetim të saktë një prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte të punu në treg, shitës. Dhe në treg kaloi njerëz. Sahabiu duke punue në shitjen e mallit vet, kthehet edhe e godet një drum. Qaq shumë e godet sa që i del gjak prej kryes vet. Edhe i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e bona një gjuna në shikim, e mora dënimin në kthim. Në momentin sahabi nderuar, momentin që ka bën një gabim, e ka marrë një ndëshkim prej Allahu subhanahu wa taala. Dhe me ardhur ndëshkimin në trup, në fizik, është shumë më e lehtë se me ta quajë Allahu ndëshkimin në fe.
me të ardhë dëshkimin pasuni, me të humbë pasunia, me të djegë shpia, me të ndodhë diçka, është shumë më lehtë se sa me të ardhë dëshkimin në fe, në udhëzim, në ndihmë, në devim për rrugës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Me ardhë dëshkimi edhe në fëmijë, edhe në vdekje të tyre, edhe në smundje, edhe në çfarë do që na vjen dëshkimi tjetër, është më lehtë se sa me na ardhë dëshkimin në fe. Bel tabe Allahu alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila, një prej shkaqeve për me mbyll Allahu subhanahu wa taala zemrën e personit është kufri që i bëhet Allahut ose fjalëve të Allahut ose sunetit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Allahu subhanahu wa taala na rrit prej kufrit. Jetë i madh ai se i vogël, për shkak se zarari sherrit i tij është i madh. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allahi shay'a." Kur donë Allahu subhanahu wa taala me i bë fitnë dikujt, e fjala është me i bë fitnë në fe, me deviju prej fesë, nuk ka kush që mundet me ndihmu atij më. Ulaika alladhina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Këta janë disa njerëz që Allahu subhanahu wa taala nuk dëshiron që të pastrohen zemrat e tyre. Këta i kanë zemrat e zhyta dhe Allahu subhanahu wa taala nuk ja mundson pastrimin. Lahum fid dunya khizj, ata kanë ka pështrimin jetën e kësaj bote, o lahum fil akhirati adhabun adhim, në ahiret në botën tjetër kanë me pas dënimin më të madh. Komentatorët e Kur'anit kanë thonë ky ajet flet për munafiqët. E para për ata që janë mohues, për ata që janë pabesimtar, për ata që janë qafira. Shkaku i kufrit të tyre, Allah subhanahu wa taala u volos zemrat e tyre. E dyta, shkaku i nifakut, shkaku i munafikisë, shkaku i dyftërsisë e tyre, Allah subhanahu wa taala u volos zemrat e tyre. Atëherë bën dy çështje, për të cilave duhet me pas kujdes mos me qenë zemrat e tona, mohimi në asnjë formë, edhe nifaku i madh në asnjë formë. Kurse nifaku i madh kemi përmendur se përmbledhet në 6 çështje kryesore. Ajo është mos me dash Allahun, mos me dash pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mos me dash diçka prej fjalëve të Allahut ose diçka prej fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe me u gëzuar kur humbin muslimanët e me u mërzit kur humbin pabesimtarët. Thot Allah subhanahu wa taala: "Wa minhum man yastami'u ilayk." Ka disa njerëz o Muhammed që të ndëgjojnë. Se na përmendu më herët se jo më javë sill argumente disa njerëzve. Mi kallëzu që ka thonë Allah në Kur'an, që ka thonë pejgamberi sa në hadithe, këta kanë thonë komentatorët e Kur'anit, që ka thonë dietarët e hadithit, ai hiç se merr këtë fjalë. Po ka shumë nivele më të larta, njerëz që kanë nejt me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thot Allah subhanahu wa taala: "Wa minhum man yastami'u ilayk." Ka disa njerëz që të ndëgjojnë ty o Muhammed. Ata janë ul në mexhliset ku ka fol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe më thonë ka qenë prezent në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Medine. Edhe kanë dëgjuar direkt që del fjala prej gojës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu. Por thot Allah subhanahu wa taala, na në zemrat e tyre e kemi qitë një pengesë që nuk mujnë me kuptua atë që e thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi adhanihim waqra, edhe në veshët e tyre, edhe në dëgjuarit e tyre, nuk e njëjtin hadith e kam dëgjuar Abu Bekri e Omeri, njëjtin hadith e kam dëgjuar Abdullah ibn Umej ibn Seluli, po këta e kanë kuptuar edhe kanë punuar me të fjalët e veshit Abdullah ibn Umej ibn Selulit, ka kaluar sikur më paskon një fjalë të thjeshtë. Dhe nëse në zemrën e një besimtari, kur lexohet fjala e Allahut, e lexohet fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kalon sikur që e kam dëgjuar një fjalë të thjeshtë, duhet më kthye, më shikua zemrën e vet, se në zemrën e tij ka një fak. Kur thuhet ka thonë Allah, besimtari do mundohet me kështu që ka thonë Allah. Kur thuhet ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të më kështu që ka thonë, me dëgjuar që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Jo me kontestu, me qitë fjalë, mas fjallës e Allahut, mas fjallës e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra çështja e dytë,
për me vullos Allahu subhanahu wa taala zemrën e dikujt është nifaku. Çështja e tretë është mos ndihma e muslimanëve, mos ndihma për me çu fjalën e Allahu subhanahu wa taala dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam përpara. Thotë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an duke u drejtuar munafikëve, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-islam." Atë që dëshiron Allahu subhanahu wa taala me udhëzu, ja hap zemrën e tij me kuptu Islamin. ومن يرد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. Kur dëshiron Allahu subhanahu wa taala me e deviju dikon, zemrën e tij e bën të ngusht sikur me pas hyp në qiell. Pse kështu? Radu bi an yakunu ma al-khawalif. Për shkak se nuk e kanë ndihmuar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe janë pajtuar me net me gra e me të smur. Wa taba Allahu ala qulubihim. Për këtë shkak Allahu subhanahu wa taala u ka volos zemrat e tyre, fa hum la ya'lamun, edhe ata nuk e dinë vërtetën. To ajete Allahu subhanahu wa taala e ka sjellë në surën Tauba, edhe shkaku i zbritjes të këtyre ajeteve janë disa munafik, të cilët nuk ju kanë bashkangjit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në betejë. Është nis pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me sahabët e vet me një prej betejave, edhe çështja ka qenë shumë e vështirë. Koha ka qenë shumë e nxehtë dhe largësia ka qenë shumë e madhe ku kanë pas me shku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me shokët e vet. Islami kalon gjithmonë rrugdalje për pamundësinë e njerëzve. Thot Allahu subhanahu wa taala: "La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha." Allahu subhanahu wa taala nuk e kërkon për te mundësive që i ka. Për shembull, nëse besimtari është mirë, duhet me fal namazin në këmbë. Nëse është i smut, ka drejt me fal ul. Nëse është edhe më i smut, ka drejt me fal rat. Nëse besimtari është mirë, duhet me agjëru. Nëse është i smut, ka drejt mos me agjëru. Nëse besimtari është mirë me shëndet dhe ka pasuni, duhet me shku në haxh. Nëse ka pasuni por nuk është mirë me shëndet, është i liru, mban edhe mos me shku. Nëse ka shëndet edhe s'ka pasuni, gjithashtu është i liru. Edhe në gjihad fi sebilillah, ata të cilët kanë mundësi, do të më përgjigj. Ata të cilët s'kanë mundësi, janë smut, janë gratë, janë fëmijë, janë njerëzit me nevoja të veçanta, ata nuk obligohen, se në obligu me shku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjithmonë munafiqët i shfrytëzojnë që të rrugët e dyta, ose mundësinë e dytë që Allah subhanahu wa taala ka dhënë muslimanëve, në mënyrë që para muslimanëve me dalë të arsyetu. Munafiku, kur don me shkuar për një punë të vetën, shkon kom, gale se ka. Kur vjen më fal, jalla s'po muj ka rriken për mas. Me dosh me moj dieta me pas për problemi, ka 2 ditë sa. Ku të vinë Ramazani, ja kam shtypje, ja kam sheqerin, 100 smuja e dalin këtina. Kur të vinë me ndihmu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që ajetet kanë zbrit për te, janë nis sahabët me shku, këta kanë ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, disa prej tyre ka thonë i dërguar me Allahut, na s'po kena më shka me on. Disa i dërguar me Allahut na jena smut, se kur vjen puna aty smuan shumica. I ka bark i krejt, se çish bëhet. Masa nena, se cili është më mëngjes se tjetri. Edhe më dietar se tjetri, edhe më ndihmtar se tjetri, edhe më nakide se tjetri, po burra ku e patë që takidi më herët. Si që kështë akidja imani juve me lëviz më herët, atëre shkëshin me gratë, që janë të lirume, jo për kesh, po i ka liru Allah subhanahu wa ta'ala. Atëre jo për ke barke, atëre s'kish i ka me... Ku i kene marrë të arsyet? Ashtek që mund pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mi marrë këta me shumë i abo analizat, a janë të smutacion, s'ka vakt kështu. Inë në bujutën e avre, s'po kena ku menon të shpija, e na ku menon të shpija. Ata tjerë ku në kanon të shpija. A veç që kështë pas shpija. Hilen që ja kanë bo këta këtu, Allah subhanahu wa ta'ala ka këthyën në iman.
Radu bi an yakuna mal khawalif, ata janë pajtu. Këto munafik kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe rruga aty ndoshta e njëjtë deri në kiamet. Se sifatet e munafikëve janë parafërsisht njëjta. Sifatet e muslimanëve janë parafërsisht njëjta. Cilësitë e qafirave janë parafërsisht njëjta. Ajo që ka ndodhur muslimanëve në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ju ndodh muslimanëve edhe sot. Parafërsisht, stilin që kanë luajtur munafikët atëherë e luajnë edhe sot, parafërsisht. Me disa përjashtime se ata sot janë më krenar se sot kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sa atyre ka dashur me mshef në fokun, kurse këta nuk e mshefin se s'kan arsye pse më mshef. Radu bi yakuna mal khawalif, ata u pajtun edhe ishin të kënaqur që menet me ata të cilët kishin leje mos më u bashkangjit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fataba Allahu ala qulubihim, për çet shkak Allahu subhanahu wa taala ka vulur zemrat e tyre. Cili është shkaku? Shkaku kur ka qenë e nevojshme me ndihmu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij si keni mu. Kur ka qenë e nevojshme me ndihmu librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fen e vërtet, menhexhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, akiden e shëndosh se ki bo. Çka tash? Tash të kam shëllë Allahu subhanahu wa taala zemrën. Fataba Allahu ala qulubihim, Allah për këtë shkak u ka volos atyve zemrat e tyre. Fahum la ya'lamun, ata nuk e dinë më të vërtetën. Ata apet vazhdojnë me lexu Buhariun e Muslimin. Ata apet vazhdojnë me lexu Taberiun e Ibn Kathirin. Ata apet vazhdojnë me lexu Sheikhul Islam Ibn Qayyim. Ama në zemrat dhe në praktikën e tyre është devijimi dhe nuk janë të udhëzuar në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe shkaku i tretë është mos dhënia e kontributit në kohën kur duhet më shumë me dhënë kontribut për fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shkaku tjetër thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa idha qara'ta al-Qur'ana ja'alna baynaka wa bayna alladhina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura." Kur u lexon o Muhammed ti Kur'anin njerëzve, na mes teje, mes Kur'anit edhe atyre kemi bë pengesë. Për shka? La yu'minuna bil akhirah, se ata nuk e besojnë ahiretin. Shkaku i parë, kufri. Shkaku i dytë, nifaku. Shkaku i tretë, mos ndihma fjalës së Allahut, fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shkaku i katërt, dyshimet për mos me e besu ahiretin. Dhe mos me besu ahiretin nuk do me thonë që me thonë personin nuk ka jetë masej jetë. Por nëse në veprimtarinë e tij punt e veta e bën sikur që s'ka me dalë para Allah subhanahu wa taala, kjo është njeriu i cili nuk e beson ahiretin. Wa ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa idha dhakarta rabbaka fi al-Qur'an wahdahu wallaw ala adbarihim nufura. Për shkak të mosbesimit të tyre në jetën pas vdekjes dhe në përgjegjësinë që kemi me dhënë Allah subhanahu wa taala përgjegjësinë për veprimet që kemi bërë, Allah subhanahu wa taala u ka vulos zemrat e tyre. Për shkaqeve të tjera pse Allah subhanahu wa taala ja vulos zemrën dikujt, është ai i cili mëson argumentet e fesë, i ka mësue ajetet e Allahut, i ka mësue hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tash është i devijuar. Thot Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa man adlamu mimman dhukira bi ayati rabbih fa a'rada anha." A ka më kriminal, më i poshtër, më njëri i ulët se ai i cili i ka mësu fjalët e Allah subhanahu wa ta'ala e ja ka kthy shpinën. Hafëz i Kur'anit nuk fal namaz. Përpara ka prezantuar në derset shpjegimit haditheve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tash prezanton me xhdizet e kufrit dhe të nifakut. Ky nuk është njeriu që nuk e ka ditë. Për shkak se edhe po të mos ta kesh ditë, përsëri e ka të vështirë me shpëtu. Për shkak se shpëton ai që nuk e ka ditë dhe nuk ka pas mundësi me ditë. Por kushdo që nuk e ka ditë, por ka pas mundësi me ditë, nuk shpëton në ahiret. Ky nuk është prej tyre. Ky është prej atyre që i ka ditë, i ka mësu fjalët e Allahut, i ka mësu fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yada, ja ka kthy shpinën, e ka harru. Në pjesë e dietarëve, komentatorëve të Kur'anit thonë këtu bëjnë pjesë edhe ata të cilët kanë mësuar pjesë të Kur'anit përmendsh, ata nuk i dinë.
Dhe kanë ardhur disa transmetime të sakta nga njerëz të caktuar, të cilët kanë qenë të njohur dhe kanë dhënë ijazete të Kur'anit në Bagdad, masanena nuk kanë ditë me lexue as suratul Fatiha deri në fund. Elhamdulillah nuk e qet deri në fund. E ka ditë, vëtini vëzet, unë tash nuk e din. E ka ditë kul ja el kafirun, tash nuk e din. E ka ditë këtë sure, nuk e din, e ka ditë, nuk e din. Dhe kjo është një precizitet më i lartë për një pjesë të dietarëve, por ajo që është e pa diskutueshme, është ai i cili i ka mësuar bazat e fesë, i ka mësuar çka lyp Allahu, çka lyp pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa aradana dhe e ka lënë sumir më me tu. O nësi e më qaddemet i ka harrua krejt, e ka harrua dhe vetë që ka punua, Allahu subhanahu wa ta'ala ja volo zemrat. Thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Na zemrat e atyre i kemi bë mos me kuptue, edhe vesht e atyre i kemi bë mos me ndëgjue të vërtetën. Wa in tad'uhum ila al-huda falan yahtadu idhan abada. Edhe me i thirr ata në udhëzim, ata më kur nuk udhëzohen. Thot Allah subhanahu wa ta'ala walau nazzalnahu ala ba'd al-ajamin. Me pas zbrit Kur'anin jo arabëve, dikush tjetër, faqarahu alehim, e me pas lezu pejgamberi që i shkon i nivelit tjetër jo prej arabëve, me pas lezu arabëve ma kanu bihi mu'minun, ata nuk i kishin besu. Kedhalike seleknahu fi qulubil mujrimin, ne thëtë Allah subhanahu wa ta'ala për mos me besue, e kemi bërë për shkak se këta i kanë zemrat e kriminalve. Mujrimin, kriminal. Dhe kriminal, ata të cilët i ka qujtë Allah subhanahu wa ta'ala, më të lartit janë ata të cilët nuk e falin namazin. La yu'minun, ata s'besojnë, hatta yarawul adhab al-alim, derisa ta shohin dënimin. Por kur ta shohin dënimin, më nuk ju vyn besimi që kanë pas. Po ashtu prej shkaqeve për me ta volos Allah subhanahu wa ta'ala zemrën, është edhe pasimi i epsheve, pasimi i tekave, pasimi i dëshirave jo i fjalës së Allahut e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Allah subhanahu wa ta'ala: "Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa." Ai ke pa ata të cilët dëshirat e veta i kanë marrë zot me të Allahut, fa dallahu Allahu ala ilm, i ka devijuar Allah subhanahu wa ta'ala në diturinë e tyre. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa. Allahu ka vulosur, ka mshël edhe zemrat e ndëgjuarit edhe të popullit të tyre, dhe ata nuk udhëzohen. Edhe e fundit në këtë pikë për sonte janë ata të cilët nuk kanë qenë të vendosur, ata të cilët nuk kanë pas vendosshmëri në islamin e tyre, në pasimin e sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Allah subhanahu wa ta'ala: "Dhalika bi annahum amanu thumma kafaru." Devimi u ka ardhur atyre, mbyllja e zemrave u ka ardhur atyre për shkak se ata kanë besuar tani apo kanë bërë kufër. E kanë pasur sunetin e pejgamberit tonë, kanë shuar. E kanë fal namazin tonë, nuk kanë fal më. E kanë mësuar Kur'anin tonë, se kanë mësuar më, domethënë gjithmonë kur kanë lujt me fen, Allah subhanahu wa ta'ala u ka vulos zemrat e tyre. Dhe në përmbledhje duhet me pas kujdes dhe lutim Allah subhanahu wa ta'ala që të na mbrojë nga kufri i cili bëhet shkak për vulosjen e zemrës, nga nifaku i cili bëhet shkak për vulosjen e zemrës, nga mosndima e fesë e Allahut dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga mos pasimi i teksteve me ato që ka urdhëruar Allahu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga pasimi i epsheve dhe nga mos vendosshmëria. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه لكل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.